Ndëruar pranishëm, besoj që po ndëgjohemi të gjithë kejt pas mjellëritarë cilët janë të lëndu. Ndëruar pranishëm, mirë se keni ardhur sot këtu te ky restorant me thirrje dhe ftesë të kryetarit komunës së Likovës zotëri Erkan Arifi për të festuar bashk kalimin e bashkimit në ligën e parë, për të festuar bashk titullin e klubit futbollistik Llopati në ligën e Kumanovës, si klub shqiptar i cili ka bërë sukses atje, ligë komunale, dhe për të festuar bashk triumfin e klubit të Hotlës, i cili ka fituar në këtë ligë komunale në komunë të Likovës. Ju falenderoj gjithëve që keni pranuar ftesën nga ana jonë dhe në emër të kryetarit ju përshëndesim gjithë. Tani më lejoni fillimisht të ftoj kryesuesin e Këshillit, doktor Zekiria Shahinin, të merr fjalë dhe që përshëndet gjithëve. Gjithashtu e njihni doktorin, edhe ai është sportist dhe përfaqëson sportin në përgjithësi. I nderuar kryetari i komunës së Likovës zotëri Erkan Arifi, të nderuar përfaqësues të klubeve, klubit futbollistik Bashkimi, klubit futbollistik Llopati dhe klubit futbollistik Hotla. Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin të Këshillit të komunës që uroj inkuadrimit në ligat përkatëse. Uroj klubit futbollistik Bashkimi inkuadrimin në ligën e parë, zemra e Kumanovës që njohim të gjithë. U kthye pulsi, u kthye loja në Kumanov. I falenderoj të gjithë ata që kontribuan që klubet shqiptare të jenë aty ku e kanë vendin. Nuk dua ta zgjas shumë, një përshëndetje speciale për njeriun i cili e mbajti gjallë bashkimin, zotëri Lutfi Hidën, i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm si në aspektin sportiv, ashtu edhe në aspektin kombëtar. Ju faleminderit gjithë dhe uroj të kalojmë çaste të bukura. Faleminderit doktor. Tani më lejoni para jush të ftoj organizatorin e kësaj mbrëmje këtu, kryetarin e komunës së Likovës zotëri Erkan Arifin, të prezantohet para jush dhe ai ju përshëndet gjithë. Faleminderit Valon. Pikës pari ju përshëndes gjithëve nga zemra dhe ju faleminderoj që keni gjetë kohë të vini sot bashkë me ne të festojmë një fitore të madhe për të tri klubet në nivel të komunës së Likovës dhe komunës së Kumanovës. Po ashtu përshëndes edhe orkestrën, mësuesin Florim, mësuesin Nuridin dhe të gjithë ju të cilët jeni prezent. Por në veçanti dua të përshëndes zotëri Lutfi Hidën, i cili është një kontribues i jashtëzakonshëm i sportit në komunën e Kumanovës dhe Likovës. Ne si Likovë dhe Kumanovë jemi një gjak, jemi një kom, jemi vëllezër dhe nuk kemi ndryshim në asnjë moment. Kështu që është moment historik edhe për komunën e Likovës në aktivizimin e ligës së futbollit në komunën tonë dhe falë Zotit u arrit një moment i jashtëzakonshëm ku dua të përshëndes edhe fituesit klubin futbollistik të Hotlës, të cilët treguan një mençuri, një kulturë dhe një moment të ri të sportit në komunën tonë. Andaj nuk dua të ju marr shumë kohë të gjithëve. Edhe një herë ju uroj fitoret e jashtëzakonshme, fitoret mahnise për popullin e komunës së Kumanovës dhe Likovës dhe shfrytëzoj rastin që të vazhdojmë edhe më të tjerë me gara të ndryshme dhe ta zhvillojmë sportin në një moment më të mirë. Edhe një herë ju faleminderoj shumë, ju dëshiroj pikës pari shëndet të gjithëve dhe dha Zoti në suksese të reja.